marrëveshjet lidhjes shqiptare të Prizrenit, degës në Stenford i erdhi telegrami përshëndetës ndaj demonstratës së sotme një komunikat që vijon. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, komunikat numër 35. Në vendimin e shtabit qendror të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në datën 3 dhe 4 gusht të vitit 1997, njësitë tona guerile kryen 3 akcione të armatosura kundër okupatorëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Akcioni i parë u krye më 3 gusht në rrugën Podujev Kërpimeh në vendin Bunari i Badishanit kundër oficerit të UDBA-s Milan Jović. Akcioni i dytë u krye më 4 gusht afër Unikut në komunën e Skenderaj kundër zëvendës komandantit të postës së policisë së Unikut Milomir Todić, kolegut të tij Zoran Boshković dhe bashkëpunëtorit të tyre tradhtarit Palush Syla. Aksioni i tretë u krye në Komoran kundër kolaboracionistit Idris Mishori, i cili njihet për veprimtarinë e tij antikombëtare. Për shkak të veprimtarisë së tyre antikombëtare, njësitë tona guerile bën atentat dhe kundër Ali Çolopekut nga Trsteniku dhe Ramiz Lekut nga Bajinca e Glogovcit. Veçanse kemi të bëjmë me një armik i cili njeh vetëm gjuhën e forcës dhe ne, përkundër dëshirës tonë, jemi të detyruar që me të të bisedojnë përmes pyetjes së pushkës, por jo si terrorist, po si organizëm i vetëm çlirimtar, e që i kemi vënë vetes detyrë që të luftojmë pa mëshirshëm pushtuesin dhe kolaboracionistët e tij deri në çlirimin e plotë të trojeve tona. Përkosje, vrasjet dhe dënimet drakonike nuk do të na friksojnë dhe as do të na mposhtin, por përkundrazi ato do të na motivojnë dhe më shumë që kauzën tonë ta çojmë më përpara, sakrificën ta grejmë edhe më lart, radhët tona t'i nxeshim më fort dhe mënyrën e veprimit ta sofistikojmë edhe më shumë, do të pësojnë edhe më keq se që pësuan nazifashistët gjatë luftës së dytë botërore, por edhe më keq se vëllezërit e tyre rusë në Afganistan e Çeçenisë. Qendrave ndërkombëtare të vendosjes u bëjmë me dije se për mos angazhimin tuaj konkret për zgjidhjen e çështjes së trojeve shqiptare në ish Jugosllavi, do të detyroheni që pas një kasaphane më të madhe se në Bosnjë dhe Hercegovinë, detyroheni për pasi që flaka e luftës ta ketë përfshirë Ballkanin. Prishtinë me 5/8/1997, Shtabi Qendror i Ushtrisë për çlirimin e Kosovës. Në këtë rast, shfrytëzoj rastin që në emër të lidhjes shqiptare të Prizrenit, të apeloj të gjithë bashkëpunëtorët të cilët dëshirojnë të ndihmojnë ushtrinë për çlirimin e Kosovës, të drejtohen te kryetari i degës së lidhjes shqiptare të Prizrenit në Stenford, zoti Muharrem Dovolani.